Edhe mbështetja jonë për bujqësin do të vazhdoj. Në 5 vjetë të fundit janë do 350 milion euro për 150.000 fermer për grante e për subvencione. Janë marë subvencionet dhe grantet me merit, është rritë si përfaqe e tokës pënume për 50%, dhe tash mbështetja financiare për bujqit do të vazhdoj, njësoj do të kemi mbështetje edhe për naftën e traktorëve duke u heq aksizën, do të kemi mbështetje edhe si pas si përfaqës së punueshme të tokave që bëjnë fermerët tonë, do të kemi mbështetje edhe si pas rendimentit që ata e prodhojnë. Por në mandatin e ardhshëm do të kemi edhe sigurim për fermerët tonë në rast të fatkeqësive natyrore, do t'i mbështesim me përgatitje për certifikim e standardizim, ashtu që sa më shumë prodhimet tona të mund të eksportohen jashtë vendit, të kemi sa më shumë bukën tonë në sofrën tonë nga toka jonë dhe t'i zavendësojmë sa më shumë importet, ashtu që ta përmirësojmë bilancin tregtar. E të dashur qytetarë të Suarekës,